Vëllai i Shpat Kasapit ndau detajet për humbjen tragjike të këngëtarit në Itali. Publiku, familja dhe miqtë u tronditën nga vdekja parakohshme e këngëtarit të dashur, Shpat Kasapi, i cili nderoi jetë në moshën 40 vjeçare. Një intervistë dhënë nga vëllai i tij, Albini, për Top Channel zbardhi detajet e rënda të ngjarjes. Ai zbuloi se Shpati ndodhej në Itali me bashkëshorten dhe djalin e tyre 4 vjeçar, për një kontroll mjekësor për të birin. Pikërisht atje, në orët e vona të së martës, këngëtari u ndje keq papritur, duke humbur jetën. Albini konfirmoi se ndihma e parë mjekësore u ofrua menjëherë në banesë, por pa sukses. Shkaku i dyshuar i vdekjes, sipas familjarëve, është arrest kardiak. Në gjendje shoku, vëllai tregoi se familja deri në momentin e fundit shpresonte se lajmi nga Italia ishte i pavërtetë. Edhe pse kishte pasur shqetësime të vogla nga zemra më herët, askush nuk priste një fund kaq tragjik dhe të menjëhershëm. Aktualisht trupi i këngëtarit, i njohur për hitet si Medikament dhe karrierën që filloi që në fëmijëri, ndodhet ende në Itali, ku po kryen procedurat për ta sjellë pranë familjes së tij. Humbja e artistit që nisi suksesin në Tetov që në vitin 1998, lë një boshllëk të madh në skenën muzikore shqiptare dhe në zemrat e të dashurve.